sot në Tetov, përfaqësues të shoqërisë civile dhe banorët kundër shkallës së lartë të ndotjes së ajrit protestuan për një fabrikë që po bën përpunimin e metaleve. Protestuesit thonë se janë shumë fishuar sëmundjet kancerogjene si pasojë e ndotjes së ajrit nga fabrika Jugohrom në afërsitë të Tetovës. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Frika nga shtimi i sëmundjeve kancerogjene për shkak të shkallës së lartë të ndotjes së ajrit në Tetov shtyu sot një pjesë të banorëve dhe shoqatat civile të protestojnë kundër vendimit të qeverisë për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së fabrikës për përpunimin e metaleve Jugohrom në këtë zonë. Tetovarët thonë se është bërë e padurueshme era dhe tymi që vjen nga Jugohromi, ndërsa kërkojnë masa urgjente për dhënien fund të kësaj gjendjeje. Sipas autoriteteve, Jugohromi në Tetov ndot ajrin me një shkallë prej rreth 50%, ndërsa pjesa tjetër bëhet nga makinat dhe vetëm visrit përmes lëndëve djegëse. Shoqata për mbrojtjen e ambientit Eko Guerilla në Tetov kohët e fundit po përpiqet të vetëdijsoj banorët për rrezikun ndaj shëndetit të tyre. Nga ana tjetër, drejtuesit e fabrikës metalurgjike Jugohrom nuk flasin lidhur me çështjen përveç se do të pajisen me filtrat e nevojshëm sipas afateve kohore të caktuara nga qeveria. Kjo e fundit, ndërkohë nuk ka reaguar ndaj shqetësimeve të shumta të banorëve të zonës së Pollogut. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadan.